atëherë si pejgamber duhet të sjellësh ndonjë mrekulli. Edhe kërkesën e kanë pas që nga shkëmbjet të dhe një deve të jetë shtatzanë edhe të lindë. Dhe kjo ka ndodhur kjo mrekulli. Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Para se me fillu me epizodën, me pjesën, kemi mbet të Hudi a.s. Apo? Mirë po, një përmbledhje të shkurt për epizodës kalum. Pra populli I Hudit a.s. që ishin tregu, më thonë, as shkreneq, sa që edhe kisha ardhur koha që të meritonin dënimin e Allahut e madhëruar, edhe ata dërgojnë një delegacion për në Mekë, siç e përmendëm, që të luten që Allahu ti mos t'i dënoj. Mirë po ata kur kanë shkuar atje dhe ishin dhënë pas dëfrimeve, edhe pas një kohe ju ka kujtuar atyre se duhet të bëjnë këtë lutje dhe Allahu ja çet 3 rej si test, çka do të zgjedhin ata. Edhe ishte një rej, do të thonë rej e bardhë, një e verdhë, një, do të thonë e kuqe, një e zezë. Edhe ato kanë zgjedhur të zezën, se duke shpresuar se ajo ka ujë dhe do të bjen shi, edhe kështu të shpëtojnë nga ajo thatësia që ja kish lënë Allahu me vite me radhë. Në thonë ato kanë shpresuar që do jetë shi, në fakt u kon dënimi. Tash reja çfarë dënimi ka sjell? Ato patën një thatësi, edhe shpresonin çdo herë që kur kanë parë rej, kanë shpresuar se po vjen një shi, po do të rikthehet jeta normale, megjithatë ajo ka sjell dënim. Edhe dënimi ka qenë stuhi. Stuhi dhe me thonë, dënimi. Erë fuqishme, shi I vrullshëm, edhe ajo era ka qenë jo sikur erat më përpara, po ka qenë shkatruese. U ka shkatruar me vend banime, me kopshte që kanë pas, me atë jetë, me thonë gjithë atë bollëk që kanë pasur, të gjitha ajo stuhi e madhe, ajo fortunë u ka shkatruar edhe u ka bërë shkru me hi atë vend. Me siguri do të thonë Hudin e ka urdhëruar Allahu që të largohet, të srehohet me të një normal, Allah subhanahu wa taala për çdo pejgamber kështu, do të thonë kur vendos ta dënon një popull që nuk I përgjigjet pejgamberit që ka dërguar, paraprakisht Allah I thot atij pejgamberit të largohet për atij vendit. Se Allah kur dërgon një pejgamber në një vend, ai pejgamber nuk gëzon të largohet pa lejen e Allahut. Dhe në kësi farë momente Allah I thot të largohet, këtë rast Hudi, edhe pas kësaj ka vjuar dënimin e fjalë. Edhe I ka shkatruar Allah të gjithë ato që kanë pasur, edhe ata janë bërë, domethënë siç përshkruar se kjo ka zgjatur 7 net e 8 ditë. Kjo stuhi. Vazhdimisht domethënë ka pas këtë dënim. Stuhi fuqishme dhe ka zgjatur, domethënë 7 net e 8 ditë, domethënë shumë, ka qenë ka qenë fuqishme, kaq ditë është shumë, ka shkatruar gjithçka. Edhe siç përmendën janë bërë sikur ato trupat e palmës. Njerëzit apo? Njerëzit janë shndruar si në trupat e palmës, të shtrira ashtu të nëpër tokë. Rregull. Atëra pejgamberi I radhës vjen Salihu alayhis salam apo ka dukesh para Salihut? Jo, këtu Salihu. Salihu është apo? Salihu alayhis salam. Atëra flasim për Salihun alayhis salam. Banimet apo farë njerëzit këto kanë qenë domethënë karakteristika diçka. Populli I tij. Pas shkatrimit të popullit të Hudit, ka qenë domethënë kanë vjuar jeta përsëri. Mirë po si edhe herët më herët përsëri ky popull kanë filluar të adhurojnë idhujt. Jo veç që kanë adhuruar idhuj, edhe atë kanë pas besimin e tyre, po atyre ju ka pengue në mesin e thirrjes Salihut se si ai falet, demonstron namazin, demonstron faljen e tij. Domethënë namazi në kohën në Salihu alayhis salam ka prezent, domethënë ka bën namaz pejgamberi ta. Domethënë ka informata
që krejt pejgamberët kanë falë namaz. Okay. Ndoshta nuk është shumë identike, po namaz flitet, sala, namaz kanë bërë krejt pejgamberët. Edhe Salihu është falë, do thonë, ka tregu besimin e tij në një Zot edhe adhurimin që bën për atë Zot. Mirë po ato kanë adhuruar idhuj shumë zotra, edhe i kanë adhuruar atë. E tash ky popull i thot Salihut, a ky namaz ti që po bën, do thonë kjo lutje, kjo formë e lutjes që po bën ti, po të ndalon nga adhurimi i idhujve, na që e bëjmë? Po bën kjo që të na ndalosh nga kjo? Shikoni domethënë dallimi i besimit dhe dallimi i adhurimit. Me njëherë ato e kanë akuzuar të namaz. Ti këtë namaz që po bën, po të çon me na ndalu neve nga adhurimi që e bëjmë ne ndaj idhujve. Është interesant, falë që ndërprej ma. Është interesant domethënë historia si vetëm vazhdon. Thonë, vjen pejgamber, thonë, e pat mesazhin që e ka, thonë, ai pranon kush e pranon, tjerë domethënë dënon, nuk marrin mësim për të kaluar. Po prap vazhdon domethënë ktheheni dhe të ri. Është e vërtetë se natyra e njeriu kërkon dikant të adhuron. Po. Mirë po, ajo që nuk mund ta gjen adresën e vërtetë, Allahu dërgon pejgamber. Shiko këta për shembull, ky popull din për popujt e kaluar. Për popullin e Nuhit, popullin e Adit, të Hudit. E din se me çka kanë përjetu, kanë pas pejgamber përpara, me çka janë dënu. Andaj edhe këto vendbanimet i kanë ndërtuar në për kodra në shkëmbi, shkëmbi të mëdhenj, do thonë i kanë gëdhendur dhe i kanë bërë vendbanimet. Se e kanë ditur se populli i Nuhit prej vërshimit është dënu. Populli i Hudit me stuhi. E tash kanë bërë në shkëmbi, këto dy faktor mund të mbrohen nga këto, nëse ka dënimet kështu që kanë, me gdhendjen e vendbanive të tyre në shkëmbi, do thonë do të mbrohen prej këtyre lloj dënimeve. Ashtu e kanë paramenduar ata, se mund ashtu e kanë hikin do thonë dënimit Allahut. Po. Atëra do të thonë ky popull është që i kanë pranuar thirrjen e Salihut alayhis salam. Tash jam shumë i sigurt kështu 100% që duhet unë me fitu se më ka sakatova edhe pa hisaf pa mëshirë. Kështu që vazhdojmë. Do të thonë një prezantim për ato që nuk e din, jena te pjesa e reklamave. Sfida mes mua dhe Agazdull është që reklamat unë du të mi kry për 4 minuta. Mrena 4 minutave. Nëse i kry une, që mendoj të që kjo epizoda unë t'i kry, atëre une duhet mi adhon të jakin Agazdull, si shpërblim, për këtë arritet madhe që e kumë bo. Edhe në të kundër të, unë e bo në kurbani Agazdull. Atëre, Agazdull, janë nismi me reklamën e parë, dhe pak ma shpejt, se unë jam përgut. Kamput. Nuk e dje ku më shpjegu te kamputi, kryesisht këto ndonë 2 kategori, e kam pjesën e camping, edhe pjesën e, domethënë me plin që kanë. Plin përfshin domethënë shumë produkte interesant, si puna e reshovit, fura, ka me plin, bilet e bojlera, dhe lloj me plin që ka përdorin. Edhe, ndoshta si kategoria e tretë, është edhe pjesa e militant. Po atë mendoj në episodin tjetër se u bën 1 minutë. Berman një tjetër tash. Best Mobile. Vetë emri të kallzon, domethënë është reklam veti, telefoni më i mirë. Kështu që nëse doni telefon të mirë, Best Mobile. Aslan, çka ke vetë kjo çka është shkurt? Ua, tu ka duk. Berma tjetër tash. Homax. Gjithçka për shtëpi. A doni luks, a doni elegant, a doni me pas stil të mirë produkteve, me ta kënaqësinin. Homax. Na. Çka valla ja, veç titulli i të lexua. O do jam të shpjegoj valla, Çfarë shpjegoj me valla ti paguash për me kallëzu këtë detajet, jo veç. Po normal që po se ti as merr para. Po ti të marr para. Ai të marr ti para. A po të kam vënë lezet. Puf. A dhe për marrë reklamë tjetër. Faleminderit Dull. Palestina Drinks. Okej, Palestina Drinks. Shihet që një me ja vlen me provue. Është interesant se definisht, domethënë nuk është vetë çështja e emrit që ka bëu, po edhe shihet shumë kisha pas shef që të provoni. Edhe jam shumë i sigurt që do vërtetoni që është shumë e lezetshme. Aslan. Me pas kompanione
Ti be që të kisha lanë të mbesh reklam. Shumë be shkurti ti ba. Hajde, kurbani e. Megaplast. Atë po du në shkurt me i tregu e produkte që... Ja, valla, shkurt se si keni jetë gjatë me vizat ma me të ti. Okej, do mënona shkurt. Du dhe si ka vendon. Shërbimet që i banë Megaplast, një në pregative është dhe me thonë pergollat, ato që mshelën kështu, mshel pjesën nalë. Mundet dhe me thonë me mshel hapësirën për rreth, me dritare, edhe e kom të regu më duket në epizodën që me motor, me thonë Telekomand. Ha? Telekomand. Me telekomand, bravo, dol. Legend. Ti faktikisht me mnimue, po. Okej, me telekomand ta ka dol. Mund është me thonë Megaplast ato dritaret me mshel. Mos më mundu dhe me thonë tankon më që me dorë, me thonë me qel dritaret. Tjetër dhe me thonë e kum përmen pjesën e balkonit. Balkonin dhe me thonë me dash me mshel, edhe me shvizu hapësirën dhe me thonë si dhomë. Edhe ato dhe me thonë, kur do një muni me qel, kur do një muni me mshel. Dull, ta kom po qefin e kom po pak panzer. Aromadrim. A dulla, po bajp edhe qëtu pendrekin, ta sho qëtu. Një tri e qëtu pak. Motivon, shumë me energji. Aromadrim. Nëse ju e sistemoni jetën me, dhe me thonë, difozerat që i kanë aromadrims, edhe me dhonë erë të kanë që dhe me thonë shpijes, jam i sigur që kur s'keni me përdor një fjalë që është e na e zakont, që le derën në dale era. S'ka si fjalë. Hajde dull, e fundit. Burger zone. Do me thonë, burger zone, hamburgerë normal, ki me pleskavic, ki e me stek, batak, qebapa. Do me thonë, kito është pyetja, a ka dull hamburgerin, a e do para qytekit, a mas qytekit. O, veç ka barke mas më shqip. O, ka krija, ka me ta më shoti, re rahat, veç minutat mi ka thënë. Qire sa u bo? 3. Po. Atëra dhe me thonë, ki populla, është që i kam pranu thirrjen e Salit alayhis salam. Pasi këto kanë fillu të adhurojnë idhujt, të adhurojnë dikë tjetër për pas Allahut, atëherë me njëherë Allah subhanahu wa taala dërgon pejgamber. Ka qenë pejgamberi Salih, edhe ka filluar thirrjen e tij për të thirrur në besimin e një Zot. Megjithkët, ata nuk e kanë pranu, e kanë refuzu me refuzimin e tyre dhe e kanë akuzu për gjëra të ndryshme, për çmenduri, me kësi farë akuza. Pastaj, vjen një moment që ato e pranojnë këtë thirrje apo kërkojnë diçka për Isa alayhis salam si diçka dëshmi që është pejgamber apo? Se pjesa më e madhe atyre ka qenë që i adhurojnë idhujt. Edhe pse ka pas tjerë ka qenë në abstenim nga kjo, megjithatë se kanë pranuar thirrjen e Salit apo ta pranojnë si pejgamberat. Megjithkët, ata kanë qenë së bashku të mendimit se për ta pranuar si pejgamber duhet të bën një mrekulli. Nëse ti je pejgamber, nuk je si në i thjesht, atëherë ti si pejgamber duhet të sjellësh ndonjë mrekulli. Edhe kërkesën e kanë pas që nga shkëmbit të del një deve, të jetë shtatzan edhe të lindë. Thonë këtu këtë e kanë kuzuar, do të thënë se ta pranojnë, ta shohim këtë si mrekulli. Dhe kjo ka ndodhur kjo mrekulli? Edhe mirë pa Allah subhanahu wa taala kur çon kështu mrekulli, ajo duhet, nëse e kërkojnë kështu duhet ta pranojnë. Se nëse nuk Allah çon mrekulli të kësaj natyre, edhe nuk e pranojnë, dënimi është shumë i rëndë. Edhe ata, edhe pse ka ndodhur kjo, nga shkëmbi ka dalë devja, 7 zane, ka lind. Ata nuk e kanë pranuar dhe kanë thënë se kjo është magji, kjo diçka nuk është se kanë pranuar si mucize, Zotit, por kanë menduar se magji dhe e kanë akuzuar si magjistar. Jeta pastaj si ka vazhduar domethënë me jetën, me këtë devjen, apo prezant të kohën aty apo pastaj këta kanë rënë në ujdin, janë marrë vesh që një ditë të pinë devja ujë nga burimi, një ditë këta. Atë ditë që nuk pinë ujë këta, pinë qumsht nga devja. Këtë rregull kush e ka vendosur? Me marrëveshje. Marrëveshje, domethënë që kështu tjetë marrëveshja, apo. Mirë, po kjo ka zgjatë deri me një kohë dhe janë mërzit nga ky sistem kështu. Edhe kanë vendosur që ta mbysin devën, edhe ai që e mbyt do t'i japin një shpërblim, do ta martojnë me vajzën më të bukur, edhe shpërblime tjera nëse ka nevojë, domethënë vetëm se ta largon devën dhe të largohen
të shlirohen nga ky sistem kështu, një ditë me pi ujë, një ditë mos me pi. Është interesant, domethënë edhe kërkojnë mrekullinë që bindën, në fakt vetë do domethënë ta heqin këtë mrekulli prej vendit. Po, domethënë ata vetë i kanë saju këto gjëra, vetë kanë bërë këtë situatë, vetë i kanë kriju këtë situatë. Edhe nuk e kanë duru. Pastaj domethënë e marrin vendimin për ta mbyt. Më thonë e mbytin devën Po, apo? vinë atë vendim dhe e mbysin devën. E mbysin, ai vogla hik, largohet, mirë po devën e kanë mbyt. Domethënë Po. kanë mbyt. Ata kur kanë vendosur ta vrasin, ta mbytin devën, janë marrë vesh se kush do të shkon me mbyt devën dhe ka shku një person dhe ka kry këtë akt. Domethënë një person ka qenë. Një person ka qenë ai që e ka mbyt devën. Mirë po dënimi ka qenë me gjithat popullat atje. Se kështu Allah rregull e ka, Zoti i gjithësisë ka rregull që dënimi kur vjen i përfshin të gjithë. Edhe siç kemi përmend për Ademin alayhis salam, se ai e ka hangër pemën, mirë po së bashku me Havën kanë rënë në tokë. A Hava më thonë se ka hangër pemë. Hava nuk e ka hangër Ademi, A fakt dënohen të ditë. po dënohen të ditë. Se rregulli është se kur të bën dikush ndonjë kundërvajtje, ai që është prezent nëse hesht bëhet bashkëpunëtor i tij. Do të ta kundërshton atë vepër, thonë që nuk është me vend. Edhe në kohën kur e ka mbyt devën ai, nëse marrin vesh dikush se po bën ndonjë kundërvajtje, ndonjë vrasje kështu, duhet ta ndalin. Nuk e ndalin, dënimi vjen për të gjithë së bashku, siç ka ndodhur edhe te rasti me popullin e Salihut. Pastaj normal dënimi duhet marrë, domethënë se vetë se e kanë lip mrekullin, leq nuk e kanë besu, por edhe e kanë bërë krimin. Kanë pas edhe këto një lloj dënimi ngjashëm si popullit para këtij. Nuhi alayhis salam i ka paralajmëruar këto. Saliu. Salih alayhis salam. I ka paralajmëruar për dënimin. I ka treguar domethënë që për këtë që e keni bën, domethënë vijon dënimi. Do të meritoni dënimin, andaj ju ka thonë kjo do të zgjat brenda 3 ditëve do të jenë dënimi. Edhe ata e kanë ditë se edhe popujt përpara kështu janë dënu. Saqë në mëngjesin e parë janë zgjuar me fytyra të zverdhura. Në mëngjesin e dytë janë prej frikës, në mëngjesin e dytë janë zgjuar me fytyra të skuqura. Në mëngjesin e tretë janë zgjuar me fytyra të nxjera. Derisa ka ardhur edhe dënimi. Çka është interesante ky popull se ky popull vetë se përgatitet për dënimin që mund më marrë nga Allahu, duke i ndërtuar shtëpitë në shkëmbin që më mbrojt nga uji apo nga stuhia. Mirë po kjo strategji ashtu kam ju ndihmu që më mbrojt nga dënimi i Allahut. Për me mësu përgjigjen, atëherë keni te kjo video mundi me kliku. Po para se me kliku, vetë se na e kena bërë tradit, po du me shpjegu se keni nisë me mahi pak temperaturën me kallëzo drejt. Mundi me pa videon, e pëlqeni, nuk e bëni like, doni me komentu, nuk e komentoni, nuk e shpërndani. Ndoshta po foli për disa kategori, se di ka problemi. Problemi është unë si tip jam shumë nervoz. Mos e bëni punën se una